Ambasadorja e Izraelit në Maqedoninë e Veriut, Vivian Aizen, ka publikuar një video xhirim, siç thot, nga përpjekja për të djegur sinagogën në Shkup. Në xhirim shihen dy persona që kalojnë gardhin dhe afrohen në hyrje të objektit. Më pas hedhin lëng djegës dhe shkaktojnë zjarr. Një incident teq qetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945 godet vlerat e bashkëtesës që respektohen nga komuniteti hebreik. Unë jam në anën e komunitetit dhe u bëj thirrje autoriteteve të Maqedonisë që autorët të dalin para drejtësisë, shkroi ambasadorja izraelite në platformën X, shoqëruar me videon e incidentit. Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar incidentin. Sipas tyre, menjëherë pas denoncimit zyrtar policor, kanë dalë në vendngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Komuniteti hebreik në Maqedoninë e Veriut ka dënuar këtë akt dhe ka bërë thirrje që organet kompetente të zbardhin rastin me zbatim të plotë të ligjeve, si dhe incidenti, siç thonë, të dënohet zëshëm nga të gjithë liderët fetar, institucionet dhe qytetarët.